Kushdo që të pi nga ky ujë do të ketë etje përsëri. Kjo frazë është shkëputur nga Ungjilli sipas Joanit, kapitulli 4. Do të diskutojmë sot në studio me Atë Grigori Pelushin. Atë Grigori, faleminderit sërish. Faleminderit Joana. Në fillim do na shpjegoni historinë nga shkëputur kjo frazë dhe çfarë simbolizon uji. Në fakt kjo frazë është shkëputur nga Ungjilli sipas Shën Joanit. Dhe është ndër të vetmit ungjij ku është shkëputur pra kjo frazë, ndryshe nga 3 ungjijt sinoptik, të cilët nuk e përshkruajnë këtë ngjarje, por është vetë ungjillori Joani i cili e përshkruan në ungjillin e tij. Duhet të theksojmë që ungjilli Shën Joanit është një ungjilli i cili këshillohet nga kisha për të lexuar nga njerëz që kanë një njohuri. Pra, besimtarët kur vinë në kishë në fillimet e tyre, pasi kanë lexuar dhe Dhjetën e Vjetër, u sugjerohet që lexojnë librat pra 3 librat e parë të shkrimit të shenjtë, pra të Dhjetës së Re, që janë 3 ungjit, ungjilli sipas Shën Matheut, ungjilli sipas Shën Markut dhe ungjilli sipas Shën Lukait, sepse janë më të thjeshtë në të kuptuar dhe janë shkruar për një audiencë më të gjerë, ndërsa ungjilli sipas Shën Joanit është shkruar për një audiencë të themi të zgjedhur, pra të njerëzve që kanë njohuri dhe dije rreth besimit të krishterë. Sepse jo më kot ungjillori quhet edhe teolog, edhe në kishën tonë janë 3 teologë që kanë këtë titull. Një është ungjillori Joan, tjetri është Shën Grigor teologu dhe Shën Simeoni teologu i ri. Pra këta janë 3 teologët në kishën tonë ortodokse deri më sot. Dhe pikërisht këtu Shën Joani flet në disa gjëra më të thella. Edhe pikërisht kjo frazë shkëputur nga dialogu që Zoti Krisht realizon me gruan samaritane. Pikërisht tek pusi Jakovit. Këtu zhvillojnë ngjarjet. Edhe pak a shumë është kështu që një grua nga Samaria në orën e 6 thuhet shkoi për të mbushur ujë në pus te pusi i Jakovit, pikërisht në tokën e Josifit, që ja kishte dhënë Jakovi. Dhe atje takon një burr që është një burr jude. Edhe Zoti në fakt ishte duke kaluar aty, sepse ishte duke shkuar në Galile, pra kalonte nga Judea në Galile dhe duhet kalonte nëpër Samari. Samaria ishte një vend apo samaritanët, ishin njerëz të cilët nuk kishin marrëdhënie miqësore me judejt. Për shkak se judejt i akuzonin ata si heretik, sepse samaritanët ishin shkëputur nga kjo deg, nga dega hebraike, por shkëputur që më herët dhe ata ruani vetëm shkrimin e shenjtë, vetëm librat e parë, pra 5 librat, ai që quhet Pentauteku. Dhe librat e tjerë pra nuk i pranonin dhe prandaj hebrejt i quanin ata heretik. Dhe madje ata hebrejt kishin kaluar në një urrëtie në kohën kur erdhi Zoti Krisht, saqë i konsideronin samaritanët si qener. Domethënë kujtojmë atë episodin kur Zoti i thot asaj gruaj që shkon, asaj gruas që shkoi dhe ku Zoti thot nuk mund të hedh thërrimet e bukës, nuk mund t'ia hedhim qenve. Në thot në kuptimin sepse në atë kohë kishte një konotacion kjo fjalë, ky term, shumë negativ, përdorej ishte fyes. Dhe Zoti nuk është se po e fyente, po tregonte statusin në cilin i gjendeshin këta njerëz, ashtu si shikonte Izraeli. Pra Izraeli si një popull i cili u zgjodh nga Zoti, nga Perëndia i dashurisë, që bëri kaq shumë, kishte arritur deri aty sa kishin krijuar ndasi shumë të mëdha dhe urrëtie si racore, si etnike, si gjuhësore, si fetare. Pra ishin njerëz që urrenin çdo njeri tjetër që nuk besonte si ata. Dhe kjo urrëtie padyshim u dënua nga Zoti, sepse ne shikojmë që edhe në dialogun që ndodh midis Zotit edhe kësaj gruaje ne e shohim se si Zoti Krisht i flet kësaj gruaje. Dhe kjo që aty ndodh çudia, sepse kjo grua thotë si ka mundësi që një hebre më flet me gojë e para, që e përshëndet. Në atë kohë domethënë judejt kishin një frazë dhe një shprehje të cilët dhe një betim të cilët ata i luteshin Zotit që të mos takonin në jetën e tyre asnjë samaritan. Pra kaq shumë ishte urrëtia që ata kishin ndaj samaritanëve. Dhe Zoti i flet dhe i thotë që më jep të pi, thotë, pi ujë, se Zoti kishte shkuar te pusi. Në fakt, kur Zoti sigurisht nuk udhëtonte vetëm, ishte bashkë me nxënësit dhe nxënësit kishin shkuar në qytet për të marrë vendi ku ndodhi pra ishte Sihari. Dhe Zoti gjeti shfrytëzoi këtë kohë për të pasur një bisedë të thellë teologjike të themi me këtë grua.
Në fakt, Ungjillori Johani ka renditur edhe në kapitullin 3 dhe 4, pra që vijon edhe ky dialog. Në kapitullin 3 Shën Johani ka një dialog me Nikodhimin. Nikodhimi ishte nga njerëzit e ligjit, një farise, i cili na thuhet se na i tregon Ungjillori Johani që ai shkoi natën thotë për të takuar Zotin, sepse nuk donte që njerëzit e Sinedrit farisejt ta shikonin, sepse farisejt ishin pozicionuar që në fillim kundër Zotit, kundër Krishtit. Dhe ai shkon natën sepse duke i thënë, sepse duke parë ato mrekulli, siç ai e pohon me gojën e vet në dialogun që nis me Zotin Krisht, që mrekullit që ke bërë dhe shenjat që po bën ti nuk janë parë asnjëherë në Izrael, thot Nikodhimi, si njëri me një arsye, me një logjik të shëndosh, arrin të kuptoj që Krishti është realisht një person i veçantë, ndryshe nga profetët që kishin ardhur në Izrael, por në fund fare i kupton që Isu Krishti ishte Mesia, sepse i kemi kur ai shfaqet bashkë me Josifin nga Arimathea, të dy nga sëra e lartë që shfaqen dhe shpallin hapur edhe besimin e tyre te Krishti dhe pohojnë Krishtin si Mesia. Atë Grigori, gruaja samaritane. Kur e kupton, në cilin moment e kupton që Isu Krishti ishte vërtet ai, ishte Mesia? Asaj filluan t'i bie në sy menjëherë që tek stash, që tek përqasja, që tek mënyra se si ai po e shikonte këtë grua. Nuk e shikon me urrëtie, nuk e shikon si një person pa vlerë, po e shikon si një qenie njerëzore me shumë dëmshuri. Por ajo kupton se kush është Zoti pikërisht në momentin kur Zoti thotë që ai që ke përpara mund të ofroj ujin e gjallë. Pikërisht këtu fillon dhe thotë që të parë të pinë thotë nga ky ujë thotë dhe prapë thotë nuk fillojnë sërish të kenë, pra ndoshta populli pret dikë, pra edhe në Samari pritej që të vinte Mesia shpëtimtari. Dhe kur i zbulon gjithë jetën e saj, aty ai kupton që nuk ka të bëjë thjesht me një profet, por shikon që ka diçka më tepër. Dhe kemi një që quhet edhe në dogmatik, që kemi një rritje kristologjike në kuptimin që në fillim ajo shikon se nuk ishte si një hebrej zakonshëm, e dyta e shikon që ishte një profet, pra ishte njëri shumë i madh, dhe në fund fare e kupton që ky është Mesia në fakt, që pritej nga populli jo vetëm nga Izraeli, por edhe nga Samaria gjithashtu. Dhe e shikon në momentin kur Zoti i thotë, shkoj i thotë dhe thirr dhe burrin të ndeja. Dhe gruaja i thotë që nuk kam burr, thotë. Në fakt, kjo grua ishte një grua e cila kishte kaluar një jetë të saj me plot shkelje të ligjit të Zotit, sepse kishte qenë gruaja e 5 burrave, madje edhe me këtë që jetonte nuk ishte burri i saj. Dhe pikërisht kjo e bëri atë gruaj që personi që si ka mundësi një person i panjohur të di gjithë jetën time, domethënë. Dhe kjo e bëri atë që të futet jo vetëm në dialog, por edhe të mësoj dhe të kërkoj më tepër për të kuptuar, derisa në fund fare Krishti thotë që unë jam, i thotë, Mesia, shpëtimtari i Izrael. Pra, është një zbulim që i bën gruas, ashtu siç bëri me të verbri. Dhe kështu bëri edhe me këtë grua ku i zbulon edhe se kush është në të vërtetë Mesia. Ne kemi parë në Ungjil kur Zoti bën mrekulli, ne kemi parë se si ai i mëson ata që i shëron, të sëmurë, lebrozët, që të mos shkojnë edhe të thonë të tjerë, të tregojnë se kush ishte personi që e bëri. Por në këtë rast kemi që Zoti i shfaqet gruas dhe i thotë që unë jam Mesia dhe shpëtimtari që do të vijë. Dhe kjo grua mbasi takimi shkoi, na thotë Ungjillori Johani, shkoi në Samari dhe u foli të gjithëve njerëzve që kam takuar Mesian dhe thotë që gjithë qyteti erdhi aty. Dhe mbasi ata kaluan kohë, thuhet 2 ditë në shkrimin e shenjtë që qëndruan me Zotin, na thuhet që ata e pranuan Zotin dhe thanë më pas që jo vetëm sepse na tha kjo grua, por sepse ne vetë takuam dhe njohim dhe tani e pranojmë që ky është Mesia. Na thuhet që apostujt kaluan më pas edhe i pagëzuan dhe samaritanët. Pra një pjesë e madhe e tyre. Ky ka qenë momenti që kjo barrierë që ishte vendosur. Kjo ishte momenti, por ajo që bën të veçantë këtë dialog sigurisht që është edhe ajo çfarë edhe Zoti ofroi. E çfarë është ky ujë i gjallë që na ofron Zoti, sepse ne dimë të gjithë që uji është elementi bazë i jetës sonë. Askush nuk mund të jetojë dot pa ujë. Ne dimë që njeriu mund të jetojë ndoshta për disa javë pa bukë, por pa ujë nuk mund të jetojë më shumë se një javë. Pra, e shikojmë që një element kaq shumë i rëndësishëm, por që Zoti i thotë që nëse do pish nga uji që unë do të ofroj, ti nuk do të kesh kurrë metje. Dhe në fakt na vjen ndërmend edhe fjalët e psalmistit që thotë
kam etje thot për Perëndin e gjallë. Në fakt njeriu është një qenie që kemi theksuar dhe në emisione të tjera, edhe kjo një term që na është mësuar nga dogmatika e kishës që ka përgatitur kryepiskopi Joan, që na thuhet që njeriu është një qenie psikosomatike. Ky është mësimi që mëson kisha. Dhe kisha shikon njeriu si një qenie të plot, pra e shikon jo vetëm anën shpirtërore, po anën edhe fizike e tij. Ku na thuhet që Zoti kishte etje, padyshim që na tregohet edhe natyrën e tij njerëzore. Ky është edhe qëllimi që edhe ungjillori që e përdor. Por ajo çfarë Zoti ofron, pra ujin e gjallë, është vetëm ai që mund të afrojë këtë gjë. Dhe kush është burimi i këtij uji të gjallë? Burimi i ujit të gjallë është pikërisht Shpirti i Shenjtë, i cili e shuan këtë etjen shpirtërore, pra siç edhe trupi ka nevojë për të pirë ujin që ne e përdorim qoftë për të larë, qoftë për pastruar, por edhe për të pirë dhe për të shuar etjen tonë, kështu edhe uji i gjallë që buron prej Shpirtit të Shenjtë, është ai që shuan edhe etjen shpirtërore, sepse siç ka nevojë trupi, ashtu ka nevojë dhe shpirti. Dhe përderisa kisha e shikon të plot dhe Zoti e shikon të plot njeriu, atëherë ky njeri ka nevojë edhe për ujin fizik, pra ujin që ne përdorim, por edhe për ujin e gjallë që është vetë Shpirti i Shenjtë. Dhe si na thot shumë bukur edhe Shën Agustini, thot që asnjëherë njeriu nuk do të gjejë thot qetësi derisa të pretë Zoti. Dhe pikërisht ajo që e shuan etjen shpirtërore është pikërisht uji i gjallë që na ofron Zoti. Zoti shpall tek Ungjilli sipas Shën Johanit që ai është udha, është jeta, është e vërteta. Ai është uji i gjallë, ai është bariu i mirë, të gjitha këto dhe pikërisht në këtë moment ai shpall se flet për ujin e gjallë. Dhe në fakt Zoti kemi edhe tek libri i Veprave të Apostujve kuptojmë se mbasi Zoti u ngjall së vdekush, mbasi apostujt e pan, pra të 12-tët, 11 sepse Juda vrau veten, të 11-tët, por e të tjerë në 40 ditë mbas ngjalljes së tij Zoti u ngjit në qiell dhe i mëson apostujt dhe u thot atyre që ju do të qëndroni në Jeruzalem derisa të vijë ngushëllimtari, Shpirti i vërtetës, është ai që do të tregojë të gjithë dhe do të bëni çfarë ai të thotë dhe më pas do të shpërndaheni në gjithë botën. Dhe kur të vijë ngushëllimtari thotë, atëherë ju do të shpërndaheni dhe do të bëni dishepujt e mi në Jude, në Samari dhe në mbar botën. Dhe siç thotë edhe apostulli Pavli që e shpërndava ungjillin thotë nga Jeruzalemi deri në Iliri, ndoshta deri në tokën tonë. Kështu që pikërisht me marrjen e Shpirtit të Shenjtë, pra në ditën e Pentekostis, zbritjen e Shpirtit të Shenjtë, të pagëzimit të plot të themi që ajo që është pagëzimi shpëtimtar, ai që me të cilin po fliste edhe Zoti me Nikodhimin, ku i thotë që nëse njeriu nuk do të rilind prej ujit dhe frymës nuk mund të shpëtohet. Kur Nikodhimi e pyet se si mund të shpëtojmë, se si mund të fitojmë mbretërinë e qiellve, dhe Zoti i thotë, pra i zbulon pikërisht të gjë, por sërish për Nikodhimin mbetet e pakuptueshme, por për gruan samaritane mbetet e plot. Pra Zoti shpall gjithë zbulesën e tij dhe gjithë mënyrën se si ajo mund të shpëtojë. Dhe çfarë ndodhi me këtë grua, sepse duhet të kuptojmë se çfarë impakti pati dhe çfarë realizoi ky ujë i gjallë që Zoti ofroi. Kjo grua, siç thamë, mori shumë seriozisht të gjë. Na thuhet që ajo pagëzua prej apostujve, mori Shpirtin e Shenjtë, hirin e Shpirtit të Shenjtë, dhe ajo e mori emrin mbas pagëzimit, që na thotë tradita e kishës, e mori emrin Fotini. Fotini do thotë ndriçuar nga greqishtja, dhe ajo bashkë me motrat e saj, ishin 5 motra, dhe bashkë me 2 bijtë e saj, bëhen jo vetëm që u pagëzuan, por bëhen e misionare më të mëdha. Madje Kisha e Shenjtë e ka parë këtë grua dhe ne shikojmë tek predikimet e etrëve të kishës, qoftë Shën Joan Gojartit, qoftë Shën Agustinit, por edhe të etrëve të tjerë të kishës, e shikojmë që këtë grua e konsiderojnë si të barabartë me apostujt, sepse kaq shumë ndikoi takimi asaj gruaje me Zotin, sa që jo vetëm e transformoi jetën e saj, dhe shikojmë që nga një grua mëkatare, nga një grua që kishte bërë një jetë papastër morale, e shikojmë që kjo të shndërrohet në një personalitet kaq të madh sa që të gjithë ne bijtë dhe bijat e kishës, gjithë ata që janë të pagëzuar në Kishën e Shenjtë, këtë grua që e kujtojnë çdo datë 26 shkurt, por edhe në të dielën e 5 mbas Pashke, pikërisht e kujtojnë me kaq nderim dhe shembulli i saj frymëzon, ka frymëzuar jo vetëm vajza të reja, jo vetëm gra, por edhe burra, të cilët, sepse kjo grua që nga momenti që njohu Krishtin, që nga momenti që pranoi që uji i gjallë, pra të konsumonte këtë ujë të gjallë që ofron, pra që ishte Shpirti i Shenjtë që tham,
pikërisht ajo shkoi dhe të predikoi dhe na thuhet që ajo shkoi në Kartagjen, Afrikë. Atje ishte bashkë me bijtë e saj dhe motrat e saj. Atje predikonin. Dhe kur mori vesh në Rom që u vran 2 kolonat e kishit u martirizuan si Shën Pietri dhe Shën Pavli nga perandori Neron, ajo çfarë bën? Kthehet në Rom dhe pikërisht shkon të predikoj ku? Mu tek Tirani. Shkon tek Tirani në Rom dhe i predikon atij për Krishtin. Dhe na thuhet në jetën e saj që ajo arriti që të pagëzoj edhe vajzën e Neronit, bashkë me skllavet e saj që i kishte që kujdeseshin për të. Dhe deri në momentin e fundit, pra ajo nuk pushoi se foluri për Zotin. Madje edhe burgun ku e burgosi Neroni e shndroi në një kish ku njerëzit shkonin dhe mësonin dhe pagëzoheshin. Pra kjo ishte ajo çfarë transformimi ndodhi. Në fakt jeta e saj mbyllet me Neroni i e urdhër dhe ushtarët e hedhin atë në një pus, pikërisht si për të kujtuar atë takimin e parë që pati me Zotin, duke i prerë kokën, aty mbaron dhe jeta e saj dhe jeta e bijve të saj dhe e motrave të saj. Pra që të gjithë martirë të kishës sonë ortodokse. Dhe ajo që kisha ka parë në fakt kur sa herë që mendon dhe reflekton rreth kësaj dhe këtij takimi të grua samaritane, të Zotit tonë me gruan samaritane, pikërisht nxjerr disa mësime. Së pari, Zoti vjen për të takuar pikërisht për të takuar dhe për të gjetur nusin e tij. Çfarë ndodh kjo? Po të lexojmë me kujdes Dhjetën e Vjetër, e shikojmë që gjithmonë profetët e Dhjetës së Vjetër e shikonin gjithmonë Izraelin si nusën e Perëndis. Madje ne kemi tek profetët e Dhjetës së Vjetër, të cilët her pas here kur Izraeli largohej nga besimi i vërtet, kur largohej nga urdhrat e Zotit, madje profetët i akuzonin ata si tradhëtar ose kurorshkelës të kësaj marrëdhënie që krijohej midis Perëndis dhe tij. Madje edhe po ta shikojmë në fund të kapitullit 3, kemi kur tregohet edhe për Shën Joan Pagëzorin që pagëzonte edhe ai. Dhe kur e pyesin që ai e ti Mesia, ai thotë që unë nuk jam Mesia, thotë, por jam miku i dhëndrit. Pra shikojmë që vetë Zoti Krisht, ashtu siç ishte folur në Dhjetën e Vjetër, menjëherë ai e përfaqëson veten e tij si dhëndri i kishës. Prandaj dhe neve kur nisim javën e madhe të shenjtë, pikërisht të hënën, shërbes që kryhet të dielën në mbrëmje, themi ja ku vjen dhëndri. Pra dhëndri i kishës që vjen, çfarë bën? Të pastroj, të ndriçoj, të ripërtëri, të restauroj, të transformoj nusën e tij. Cila ishte gjendja e popullit në atë kohë kur erdhi Zoti? Ishte pikërisht gjendja e kësaj gruaje samaritane, simbolizonte gjendjen e popullit të Izraelit. Pra shikonte ku ishte larguar tërësisht nga besimi, ishin të gjithë duke shkelur Zotin, duke shkelur urdhëresat e Zotit, dhe pikërisht në këtë gjendje Zoti nuk vjen që të hakmerret, siç thotë edhe nuk erdha thotë që të ndëshkojë, po erdha për të shpëtuar njerëzit dhe pikërisht kjo grua nuk përfaqëson vetëm gjendjen e Izraelit, përfaqëson gjithë gjendjen e natyrës njerëzore. Në këtë gjendje e mori Zoti, çfarë bën? E mori nusën në këtë gjendje, çfarë e restauroi? E restauroi dhe e bëri martire të kishës. E bëri bijë të denjë të kishës, e lartësoi dhe e bëri atë që kisha e shenjtë ta nderoi atë duke e konsideruar si të barabartë me apostujt. Kjo është fuqia që t'i jep uji i gjallë që Zoti ofron dhe vetëm ai mund ta ofrojë, askush tjetër. Askund tjetër nuk mund ta gjejmë këtë, ndoshta mund të shkojmë të kërkojmë të pimë ujë nga burimet ndoshta më të mira. Dhe ne kemi në Shqipëri kemi është një vend që është plot me ujë dhe me burime. Mund të shkojmë në përmale të gjejmë burime, por asnjë burim, asnjë ujë prej këtij burimi nuk mund të shuaj etjen njerëzore, etjen shpirtërore. Përveç se besimi tek Perëndia. Dhe çfarë na mëson kjo? Kjo na mëson që secili nga ne, pavarësisht jetës ku ndodhet, pavarësisht gjendjes në cilë ka rënë, se ne shikojmë sot që bota përballet shumë me fenomene e dëshpërimit, me vetmin, me gjitha ato. Duhet të përpiqemi të lidhemi me Zotin e jetës. Kështu që prandaj Zoti thotë unë jam jeta, unë jam udha, unë jam e vërteta, sepse askund tjetër njeriu nuk mund ta shuaj dot këtë etje. Njerëzit përpiqen që ta shuajnë etjen në mënyra të tjera, mënyra të jashtme, përmes pasurisë, përmes karrierës, përmes gjërave, pushtetit e gjithë këto, por ajo që ofron realisht shuarjen e etjes shpirtërore është pikërisht të lidhe me burimin e jetës. E burimi i jetës vetë Zoti Krisht. Dhe lidhja me të çfarë na bën që ne të ndryshojmë, sepse çfarë ndodhi me grua? Ajo nuk qëndroi më në atë gjendje që ishte. Pra çfarë edhe takimi jon me Zotin dhe çdo shpirt njerëzor që takohet me Zotin duhet të pa dyshim që të ndryshojë, sepse takimi me Zotin është një takim i cili të vjen një herë si mundësi, por
ky takim duhet që patjetër që të ndryshojë dhe të transformojë jetën tënde. Dhe kush e ka fuqinë që ta bëjë këtë gjë? Në fakt, në 10 e vjetër na tregohet që pra nëse do kemi një simbolizëm të tempullit asaj kohe, tempulli ishte ajo që ndoshta përfaqësuar shumë mirë nga arka e Noës. Dhe ne e dimë që në arkën e Noës hyn kafshë, dolën kafshë. Pra na thuhet kur para përmbytjes, ajo mori nga një çift kafshës dhe kur mbaroi përmbytja, kur dolën jashtë sërish toka u kthye në gjendjen e saj, atëherë thuhet që dolën të gjithë kafshët, por kisha e shenjtë thotë shën Joan Gojarti, dhe vetë Krishti dhe Shpirti i Shenjtë çfarë bën, transformon njerëzit. Dhe thotë që në kishë hyn uqër dhe bëhen si dele. Hyn njerëz të dhunshëm, njerëz imoral, hyn njerëz barbar, hyn vrasës, hyn kriminela dhe transformojnë. Dhe nëse ky transformim nuk ndodh në jetën tonë, nëse ne realisht themi që jemi besimtarë, sepse ne shikojmë që shumë njerëz në fakt vinë në kishë, pagëzohen. Kanë dëshirën për të nisur jetën e re, por shikojmë që shumë shpejt heqin dorë prej saj. Pse heqin dorë? Sepse dëshira që kanë për gjërat e kësaj bote është ajo që i privon ata që të ecin të përparojnë Zotin. Ne kemi rastin e Shën Fotinisë, e cila ajo grua samaritanit e Pus, i la të gjitha gjërat. Madje kuptoi që edhe bashkëjetesa me një burr ishte pa drejtë, sepse nuk ishte e martuar, nuk ishte e kurorzuar me atë burr, dhe ishte krejt e pandeshme në sytë e Zotit. E la atë jetë që bënte. Dhe çfarë bëri? Ja kushtoi gjithë jetën e saj Zotit. Ne kemi plot shembuj, sepse ndoshta jo të gjithë do bëjnë murgjë, siç thamë, edhe murgesha. Por padyshim që përmes këtij uji të gjallë, përmes këtij uji që buron prej Shpirtit të Shenjtë, të gjithë ne mund të transformojmë jetën tonë. Pra edhe ai që ka bërë një jetë deri dihet të shkujdesur, njerëz që jepen pas vjedhjes, njerëz që jepen pas intrigave, njerëz që jepen pas këtyre gjërave të këqija në këtë botë, të gjithë kanë mundësinë, nëse realisht duan, nëse do të japin derën e zemrës së tyre, të shpirtit të tyre, të japin Zotit, ta ftojnë Zotin që të bëhet Zoti i jetës së tyre. Të gjithë kanë mundësi që të transformojnë jetën e tyre dhe të heqin dorë për gjithçka dhe të bëjnë edhe ata shenjtorë, sepse të gjithë jemi thirrur që të bëhemi shenjtorë. Bëhuni të shenjtë, thot Zoti, sepse Ati juaj është i shenjtë. Dhe kjo është një thirrje nuk është vetëm për një person, nuk është vetëm për një grup njerëzish, nuk është vetëm për një racë, nuk është vetëm për një gjuhë, por është për të gjithë njerëzit. Dhe Zoti vjen, është Mesia dhe shpëtimtari i të gjithë racës njerëzore. Dhe Zoti është ashtu siç edhe përmendëm ndoshta në emisionin e parë, në takimin tonë të parë, pikërisht Zoti, siç na e tregon edhe libri i Zbulesë, që qëndron te porta e troket, që kushdo që hap derën, ty brenda të jetojë bashkë me të. Dhe kjo ftesë është për të gjithë. Po thash, asnjëherë takimi me Zotin nuk mund ta lënë në gjendjen që ishim parë. Sepse nëse ne njësoj vjedhin, nëse ne njësoj përgojojmë të tjerë, nëse ne njësoj bëjmë intriga, nëse ne njësoj u bëjmë keq të tjerëve, si mund të themi që jemi të krishterë, si mund të themi që duam Zotin? Prandaj dhe me të drejtë thotë edhe ungjillori Johani thotë, si mund të thotë dikush thotë që e dua Perëndin nëse urren vllajën e tij. Pra nëse ka urrëtie në zemrën e gjithë secili prej nesh, atëherë kur ne nuk mund të jemi njerëz të Zotit, nuk mund të shërbejmë atë, nuk e duam atë. Sepse prapë i përgjigjet Shërani thotë, nëse ju nuk doni vllajën si ne shihni, thotë, si mund të thoni, thotë, si mund të doni Zotin që nuk e shihni, thotë. Kështu që dashuria jon, besimi ynë duket pikërisht në mënyrën se si ne jetojmë jetën tonë. Pra, dhe është kaq e lehtë për të kuptuar pra mënyrën, por është një mundësi për të gjithë, dhe Zoti na jep mundësi të gjithëve jona, të transformojmë jetën tonë. Unë e di që nuk është e lehtë. Unë e di që do kurajo. Kjo grua mori kurajo. Pa shiko foli me një burr që nuk e njihte, me një burr i cili pra një grua ishte ndaluar të flisë të komunikonte. Ajo e hapi zemrën e saj. Aq më tepër me një jude, që të cilët ata ishin armiq. Kështu që ajo sepse e pa çfarë pa dhëmshurinë në sytë e atij njeriu, në sytë e Zotit. Edhe tregon shumë bukur, është një autor latin që kam lexuar në një libër, ka një shkrim shumë të bukur që edhe përshkruan edhe takimin e Zotit Krisht me gruan samaritane. Dhe thot, pse Zoti thot shkon të takojë atij? Pra Zoti nuk shkoi rastësisht. Ai takim aty nuk ndodhi rastësisht. Zoti shkoi sepse e dinte që do të vinte një qenie njerëzore, një bie e tij. Një bie apo një bir i tij. Dhe pikërisht, prandaj dhe ungjillori Johani, po të shikosh nuk i vendos një emër. Padyshim që ka pasur emër, padyshim që apostujt e morën vesh se kush ishte kjo grua. Edhe ata ishin aty, si ungjillori Johani ishte aty, pra ndoshta ai mund ta kishte shkruar emrin asaj gruaje. Por nuk e shkruan sepse le të kuptojmë të gjithë neve që kjo grua mund të ishte gjithë secili prej nesh. Pra Zoti vjen, pra shikojmë që nuk kemi ne që shkojmë tek Zoti, Johana. Është Zoti që vjen tek neve. Edhe këtë duhet të kuptojmë, edhe nga
nga ky dialog që ndodh, nga ky takim që ndodhi në Siloam, pra në Sihar, Zoti vjen që të takoj shpirtin njerëzor. Dhe për Zotin është kaq i rëndësishëm. Ne jemi të krijuar, do të mbajmë mend që ne jemi të krijuar sipas shëmbëltyrës dhe ngjashmërisë së Zotit. Pra kjo do të kemi gjithmonë në mend. Dhe prandaj, duke përsëritur prapë edhe thënien e Shën Agustinit, kur shpirti nuk do të gjejë qetësi derisa të pretë Zoti. S'ka mënyrë tjetër. Atë Grigori, të falenderoj.